vlogmas numër 4. Jam këtu me fëmijët, am arritur ne kemi çuar të na bëjmë një dy shpenzime dhe më pas kur të vinë do merremi me Amarilë studio sepse kemi diku tek një 4-5 porosi që si kemi mbyll akoma. E di që e kam thënë që kur, po shijojmë çik muaj dhjetor. Muaj dhjetor është për shijime, po gogullojmë pak se mbase shkojmë ndonjë weekend diku me familjen dhe kështu gjërash, njerëz, ju çfarë keni bërë, si keni kaluar, se unë jam super ngarkuar me vlogmas, me përditshmërinë, me video, në rrjetet e tjera sociale, me porosirat, që kështu shpresoj të më mirë kuptoni dhe të më kuptoni. Sapo kam publikuar edhe vlogmas numër 3. Edhe thash, ok, ta nisim edhe vlogmas numër 4, duke qenë se duhet shumë kohë, shumë punë, duhet xhirosh ditë për ditë, duhet editosh ditë për ditë, edhe këtu kemi Arli që nuk rri një sekond, që nuk ju ka përshëndetur hiç fare. Këtu kemi ta marrë. Edhe babi na ka blerë dhurat, mami nuk do ma thonë, po unë Babi ka bler një lodër shumë argëtuese dhe shumë gjë mirë fëmijëve, që do luaj dhe unë sapo ta sjellin babi do t'ja tregojmë normalisht edhe juve. Arli do na thosh në një kokë. Mama, dimmi se lo con che letra inizia? Non lo so. Mi shkura flokët. Ma è grande? Gusha çik mami. Oh guys, priti bëjmë çik. Shifemi për pak. Prit. Ndërkohë unë kam bërë edhe pak make-up, por vetëm buzët edhe syt, gjë tjetër nuk kam bërë. Si, se mami me të bukur kështu, që shet dhe ju normalisht. A parte ato që shet, però va bene. Shifemi në vazhdim. Kjo është kënga e fundit, ç'është ishte? Yummy tutata. Bëjë Yummy tutata. Sa si të bukur që ke ti Amarilis? Edhe mami ka si të bukur. Gjithë kemi si të bukur. Sytë e një personi janë plot me jetë dhe një histori e tërë. Sytë janë pasqyra shpirtit. Arli, hajde viu këtu ti të shikojmë si jeti. Ulu afër, vëre faqen te faqja dadës. Ulu mbisht, vëre faqen te faqja dadës. Nuk thash. Nuk thash ta zësh dadën, Ana. Tu, così. Tu. Oh guys, help me. Kush e bën fytyrën më të shpifur? Unë. Kush e bën fytyrën më të bukur, kështu më të puçur? Bëj çik më të puçur. Kush e ka dadën më shumë xhan? Unë. Oj, po të shkur flokët mor. Kush e ka dadën motër? Oh guys, shikoni se bukur që jam. Unë e kam gotë. Wow, guys. Ratë tjetër, ja, beri ciao. Rame vërtet. Mami, mi ka ngullur dorë të flokët e tu, kur ka zbritur poshtë. Questa sì che vita senza di quelle cose brutte. Arli dërzohesh ma. Ma hip të kemë, vaj. Ami, però ti vërtet shumë ma. Arli, te come ti chiami? Amma! Amma, shikoj që të man!
Do vim babbo tani? Regalo! Regalo! Il Natale che apriremo a Natale. No, questo è un regalo che vi porto adesso, vediamo. Andiamo. È stato carino portare Luca, Marinette. Certo, è per questo che ci sono gli amici. Io posso che cosa? Spingi le mani! Siamo troppo curiosi. Devo sia un dopo da lì. Là! Possibile affinché... Atëherë guys, kam ullur kam ullur Arli dhe Amarilis atje te divani dhe I kam thënë që do të rezistojnë atje derisa të vinë Amarildo sepse kemi bler një diçka një dhuratë voskël për t'u argëtuar këto ditë, nesër sot, se çdo ditë ky muaj do jetë me surpriza për fëmijët, ndonjë gjë të vogël ditë për ditë. Por nuk e zbatuan, unë I thash që do të rini ulur aty derisa të vinë babi. Unë sa pa derën ndola që të shikoj erdhi apo jo, ata u ngritën. Që kështu nuk e di të të jap sot apo jo. Sì. Atyri, se jo nuk e jap lodrën. Nuk të jap lodrën, e? Dai, amore. Nga do ikësh? Ma prishe me kapin. Ma rregullo qik. Ma rregullo muare. Nuk më ke gjanë, hik. Prek kushin në nësë veç. Këta fajt, balerino. Balerino. Shmetatina. Ajli është akoma me pijame, se kemi ndrojë fare sot. Ka ndet me pijamu. Ma questo se non lo prendi, cade. Iku tani shpejt, se ty datës dhe jep ty jo. Ullu shpejt. Ullu shpejt. Ullu se nuk të dhe jep lodrën, datës do t'jep. Data vetëm ty, ajli t'jo. E visto la data come sta brava? Tiro con l'arco o scherma. Il pattinaggio è un divertimento. Sì, ma foto che capa, per plaza da Dio, amore. Oh, che no. Hej, Gianni, basta. Head. Është I pikur, guys. Mos ja thoni mami. Kur ta drejton. Hej, Gianni. Mamma! Ho toccato... No, come ho fatto la mia mano ad andare a raggiungere persone? Perché la mia... Oh, Fabio. Guarda. Atëherë, nuk ka gjë tjetër, lej këto. Dhurata. Dhurata është kjo. Guardate. Atëherë, uluni atje. Io ci ho giocato quando ero piccola. Ah, ma si chiama Pongo. Sì, ma per Arli. Per tutte e due, vero? Certo. Ti duhet ta mësosh Arlin. Është kështu. Dhe Desiderato. por që ju do losni te tavolina, se tapeti nuk lahet. Sì, lo so. Ok? Non Ja. puoi. Guarda, Arli, bello? Oh, mamma, Ja ku jam, do t'ju bëj një mini haul të voçkël që ka bërë Amarildo. Amarilis pasoja çik mamit atë aty. Jo, se nuk do t'i vë aty, do t'i vë tek ajo frutave atje. Mund ma japësh pak lutem? Atë që mban frutat atje. Ndërkohë që Amarilis I sjell atë, dua t'ju bëj një mini haul se çfarë ka bërë Amarildo. Dhe si fillim do t'i tregoj që ka marrë këto 3 që janë për të vendosur tek skaldamenti, duke qenë se ne ndezim skaldamentet tani. Dhe më pëlqen shumë kjo dizajn I orës. Dhe ka këtë ngjyrën roz. Këtë do ta vëmë te dhoma Amarilisit. Kurse këtë ngjyrën blu mund ta vendosim këtu në sallon ose në tualet, ose te dhoma jon, pa rëndësi si ka. Dhe më pëlqen kjo, domethënë neve njerëz na rri ora 8:05, nuk na ndryshon. Edhe gjithashtu dhe kjo verdha. Ka marrë të 3 këto dhe ngjajnë kaq bukur. Unë jam vendosur këtu ato temës vitit të ri. Dhe janë shumë cute këto që ka marrë burrim. Shumë estetik. Però prende le cose. Cosa? Arli, cosa prendi ma? Va bene, prendilo.
Gjithashtu kam marrë edhe 2 nga këto Actimel për fëmijë, duke qenë se Amarilis i merr në shkollë këto, por tani do t'i pyes nëse duan një. Ali, Ami, doni një nga këto? Na, Ami. Ami, dai, lo che giocate insieme, tieni. Al volo. Okej. Pastaj kam marrë bukle burushi për Amarilis, se Amarilis si vetëm këto ka shumë qef, edhe gjithashtu dhe Arli, se normalisht çfarë han Amarilis do hajnë dhe Arli. Kjo është një mini haul, gjithashtu Amaril do ka marrë edhe shumë mandarina, që është fruti që ne po konsumojmë jashtë masë shumë këto kohë të fundit. Biles ka marrë 6,42 €. Ma questi si appiccicano le maglie? Si. Tani do t'i vendosim së bashku në vendin e vet mandarina. Ta shohim një tani së bashku me që jemi këtu? Po, patjetër është të shumë sepse Alketa han shumë mandarina dhe fëmijët më kanë ngjarë jashtë masë shumë. Gjithë si familje me mandarina. Ali, don mandarina me dadën? Mischiarli? No. Cercate di fare le forme e farmele vedere a me cosa avete fatto. Tieni Amarilis. Un po' te, un po' Arli. Mandarina, ra. Arli, mund ta mbyllësh pak derën se ka ngelur hapur, për favore? Se vash. Dhe voilà. Okej, guys. Vazhdojmë. I vendosim të vendi vetë. Okej, këtu kemi edhe 2 banane dhe moll dhe një gjysmë limoni. Dhe shkon vendosim të gjitha mandarinat që kemi marrë. Këtu kemi edhe pemë. Mamma, quelli dove li mettiamo dopo? Quelli che abbiamo fatto. Lì dentro nel sacchello. Ma dopo si mischiano. Un po'. Per scaldamento, Arli. Guarda questo. Arli janë për të vende scaldamentet, mami. Ciulasca. Sì, ma vabbè, lo lasci lì che si raffredda un po' e dopo si indurisce un po'. Praticamente si mischiano dopo, soprattutto questo. Ma giocate, mamma, l'importante è che giocate, che vi durino un po'. Duket kështu njerëz, ja. Këtë e heqim normalisht. Ja dhe çfarë kemi bërë neve, kemi formuar ananasin, kemi formuar la zucca, kungullin. Questo, Ami? Cavalluccio marino. Cavalluccio marino, kjo këtu? Mamma mia. Polipo? Peshkaqeni. No, un pesce cane. Una squalo. Oh, Hilde, thashë un peshkaqeni, Ami tha nuk është peshkakane, thashë un squalo. Grazie babbo, se po kënaqemi tutti. Bah, sinceramente potevi prendere anche quello grande, però si dice grazie. Babin, non si me mua, perché divertente. Mamma, idite sono, vedi buia ime. Ah, Babin, ti devo dire la... No, l'ho imparata benissimo. Hajde finiamo di giocare, mami, hajde. Oh babbo, shikoj çik l'opera d'arte. Guarda. Possiamo fare anche i biscotti con questi. Sì? Sì, Con le forme. Anzi, io voglio lo squaletta quando facciamo. Lì, fatti vedere lì, con i telefoni. Stai tu, così. Ci siete babiti, è un'idea divertente, no? Grazie. Grazie, mamma. Grazie. Dai da stupcicone, così. Perché? Da stupcicone, dai proprio. Grazie. Shkoni guys të në gjuruba. Leila, na. Grazie. Brava. Mancava questo, poi li abbiamo fatti tutti. Conta un po', numëroj që këto forma, sa forma kishim? No, te l'ho dato se kisha tjetër. No.
Po t'jap dada me, Ola. Ci sono belli. Mamma, la prossima volta quando andiamo a fare la spesa prendi quello grande. Va bene, mami? Ma la prossima volta quando andiamo a fare la spesa prendiamo quello grande, perché questo piccolo contiene, cioè non ha il coltellino per tagliarli. Ma è apposta, cioè li abbiamo fatti tutti. Conta un po'. Sì, mio turno. Io këto, format, këto. E vediamo se li abbiamo fatti tutti. 7 sono questi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Njerëzit kemi bërë gjitha format. Adesso uno bei format. Do t'i lëmë kështu këto, No, però non li voglio far seccare. Sì, è bello farli seccare, così rimangono. Dopo diventano così. Ali, ma questo come hai fatto a farlo, amore? Sì, nemme. Pezzetto anch'io. Dividi con la data. Oppure do sistemojmë që ka ato që bleve ti për skaldamentin, këto më pëlqeven shumë. O, Arli, sa bukur i bare, mama. Do t'ja për data. No. Ami, që nëse natë. Ami, nemme. Hey guys, është natë, në shora diku tek 7 e ca, ja tani do t'ja tregoj se sa është ora. Unë jam duke iku për tek prindrit e mi, do thonë ju pse kaq vonë, qa do bësh qysh apo tek. Shifini sa bukur që ka dekoruar pemën e boti komshiejon. Orën e kemi 7 pa 6 minuta. Dhe do ikit e babi, sepse duke qenë se neve pësuaj se vit për vit, por si mish së bashku dhe e ndajmë. Do të marrim një shelek për shembull, e ndajmë së bashku dhe tani po ikit marr pjesën time, sa bukur e bën dhe ky boti këtu shtëpinë. Shumë bukur. E kam shtëpinë të rrethuar me vila, janë tëra vila këto rreth e qark. Dhe kjo tjetra këtu, por këtu jetojnë pleqë dhe nuk para bëjnë dekore. Ikin dhe vinë njerëz që i rrim pranë, nuk e di se çai kanë fëmijë apo ça. Edhe kështu. Tani po ikit e prindrit. Edhe do filmoj pakës dhe aty dhe pastaj do vinë në shtëpi. Mirë mëngjesi nga e hendja për një muaj, ka dilindjen. Po merdi mami, Raziles mamim dhe erdi. Po thosha që Arli është zgjuar dhe unë kam pak që jam zgjuar dhe sot ka vaksinën Arlushime, që kështu është një ditë pak e rëndë psikologjikisht për mua, duke qenë se ka filluar shumë mbrëm që bëhem merak, them si do shkoj, do qaj, qysh apo tek, do ketë temperaturë apo jo, do t'ju marr me vete. Bukuroshet e mia jam këtu. U vesha u bëra gati, kompilova edhe fletën që më duhet tek vaksina Arlit dhe kam pak angth, frik, mërzi, se nuk e duroj dot kur qanë, por e di që po i bëj vaksinën për të mirën e tij, është një vaksinë anti-influencale që ja ka ndarë në 2 doza Arlit. Edhe po, do të shkojmë atje. Unë turnatën nuk kam fjetur dhe e shikoni më së miri, bile s'mu kanë dalë dhe një shoqe këtu, që mendoj nga pagjumësia, nga stresi, nga kisha një temperaturë mbrëm, e ndjeja trupin shumë të nxehtë, por kisha ese. Edhe e gjithë kjo lidhet me gjithë merakun që kisha gjatë gjithë kohës. Për Arlin nuk kam fjetur deri nga ora 3, pastaj mbrëm kisha edhe pak Amarildon pa qef, kishte disi marrimendësh, tensioni, nuk me dinte nëse kishte tension të lartë apo të ulët. Gjithsesi shkovi fjeti i gjumë shumë herët, ushtrim. Më pas gjithë fjetëm gjumë, unë me fëmijët në krevat dhe Amarildon ushtrim nga domangocës, për të qetësuar më së miri. Edhe pastaj në mëngjes Amarili si ka ikur në shkollë, Amarildon në punë, unë u zgjova me Arlushin, më erdhi një super mami se ishte qenë në Mercato, kurse unë nuk kam as dëshirë, as forcë, as një gjë për të shkuar në Mercato sot. Dhe jam këtu në shtëpi me Arlin që po presim baba Amarildon që të vinë dhe t'ikin të bëjmë vaksinën e Arlit. Unë jam
shumë. As në qell, as në tokë, as ande, as këte, sa të marrojnë e gjithë kjo, do më thonë, sa ta bëjnë. Pastaj e di që do ta vëzhgoj dhe do t'i jap ta hiperina, por nuk supozohet që nuk do t'jetë një vaksinë potente. Por gjithsesi varet nga imuniteti i fëmijës dhe se si do ta marrin, varet domethënë. Neve na ka ndodhur një diçka tjetër që nuk e di e kam folë këtu me ju, por që na kanë hequr pediatrin ton Ponti prej tashmë 9 viteve që unë e kisha doktorin e fëmijëve, sidomos të Amarilisit. Për Arlin vetëm 3 vite e kam pas, Amarilisi 9 vite është rritur me doktor Ponte dhe e dini ju që doktorat e familjes ju bën si pjesë e familjes, kot nuk e kam vënë emrin doktori familjes. Dhe jam ndjer shumë keq pasi ju e dini situatën e Arlit dhe unë kam shumë jam shumë skeptike, domethënë nuk më pëlqen që ta çoj fëmijën tim në çdo doktoraturë, nuk më pëlqen që ta prekin çdo person fëmijën tim, duke qenë se flitet për shëndetin e fëmisë tim dhe me thënë drejtën me këtë doktorin e ri që na i këshillovin thojnë sa doktori jon që doli në pension. Prap, derisa ta takoj, derisa ta shikoj si e prek fëmijën tim, si e viziton, qysh apo tek, mënyra se si më flet, më shpjegon gjërat, nuk e di çfarë të them, nuk e më qenë asnjëherë. Biles dhe për këtë vizitën tani, që duhet vinin për të bërë analizën, kam folur me pediatrin tim të vjetër dhe i kam thënë si mendon, më ka thënë që mos e çoj Arlin atje për kësaj radhe, duke qenë se është një vaksinë goxha e lehtë. Mos e çoj, mos e streso, duke qenë se është dhe doktori i ri, se sado, domethënë fëmijët çajin gjithmonë kur i çon për një vizitë, por duke qenë se Pontin e njihnim, doktor Roberto Ponti, që e përshëndesim dhe urojmë pension sa më të këndshëm, të rehatshëm, me plot shëndet në familjen e tij. Ai është italian normalisht, nuk e kupton, por të paktën nënat, gratë këtu në zonën ku jetoj unë, shumë prej tyre, ai kishte 1000 fëmijë në dispozicion që i vizitonte dhe kishte pacientët e tyre. Tani kam një tjetër, Mazzini, quhet, dhe me thënë drejtën njerëz kam, si ta them, po më ndodhin disa ndryshime në këtë periudhë që akoma nuk më bën që të ndihem rehat, komode, sepse flitet për shëndetin, dhe sidomos për Arlin. Më thënë, Arli për mua është privilegj çdo gjëje, dhe vetri pa oksigjen mjafton që Arli të jetë okay. Do thoni ju po Amarilis, patjetër edhe Amarilis. Amarilis është shpirti im. Janë të dy shpirtat e mi, janë rritur në trupin tim, janë hëndra ime, fruti i dashurisë time, shpirtet e mi, janë krijesat e mia, i dua me gjithë frymë, me gjithë krijesën time. Jetën do jepja për to, por duke qenë se edhe vetë Amarili e di që kemi një vlla më special, që do më shumë për kujdesje, e themi këtë gjë gjithmonë, gjithë si familje, dhe Amarili nuk ndjet as pak e vën anash për këtë gjë, por që gjithmonë edhe ajo vetë thotë që mami kemi Arlin, mami Amarili është rritur, është bërë një vajzë fantastike, është bërë një mami dytë për Arlin. Edhe kjo gjë më bën punën edhe më të lehtë dhe fakti që nuk xhelozon më, por ai është kthyer në përkujdese për vllajën e vet, kjo gjë më ngron shumë shpirtin edhe jam shumë krenare dhe falendëruese Zotit, shumë i përulem për faktin që më ka dhënë një vajzë, dhe ajo është Amarilis, dhe ajo nuk është thjesht vajza ime, është motra ime, shoqja ime, bija ime, gjithçka. E jam e bekuar qoftë me bashkëshortin tim, me vajzën time, edhe me bekimin pastaj më special me Arlin. Ne nuk do ishim këtu ku jemi sot, po mos na kishte ardhur Arlin e jetë. Arlin na ndryshoi jetën dhe ne jemi të bekuar me ardhin e tij. Dhe më falni që po bëm kaq emocionuese dhe po flas kaq shumë thellë për këto gjëra, por për ju që jeni mama dhe keni një fëmijë më special se fëmijët e tjerë, që e ka një gjë që ju mundon në shpirt çdo sekond të jetës, më kuptoni shumë mirë se për çfarë do të them unë. Por që fëmia duhet njësoj dhe unë i dua njësoj dhe vetë që unë e di, shpirti im e di, xhani im e di se sa shumë i dua fëmijët e mi dhe se sa nën jam në gjithë sensin e fjalës.
Pastaj për gojligat që se do të flasin, le të japin gojës, se në fund ditës kush është mësuar të lëshojnë helëm, do lëshojnë deri ditën e fundit, që kështu mos i vini re fare. Ju ecni përpara, bëni ato që ju bën të ndihet mirë, edhe e rëndësishme është që fëmia juaj, burri juaj, gruaja juaj, çfarë keni në shtëpi, janë të lumtur dhe gëzoni shëndet të plot. Okej? Prandaj unë jam pak kështu sot, pak e mërzitur, pak emocionale, mundet edhe të qaj të ky vlog mas 4, duke qenë se do shikoj djalin tim që do qajnë shumë. E di sa e vështirë që nga në këtë jetë o njerëz të shprehje realisht atë që ti vërtet ndjen dhe vërtet do që të bësh kundër personave, se gjithmonë ta marrën për dobësi, për të keq, e transformojnë të mirën në horror, ti bën mirë të ta transformojnë për keq, që nga shumë e vështirë në këtë jetë të qenë ke njeriu drejt dhe njeriu mirë. Kjo jetë nuk qenë ka për njerëzit e drejt dhe njerëzit e mirë. Kjo jetë qenë ka për njerëzit me shumë fytyra, katilër, gënjeshtarër, mashtrusër, si të tërheqin vëmendjen, të bëhen viktima etj me radhë. Nuk e di. Unë vetëm një gjë kam thënë dhe do vazhdoj të them deri në frymën e fundit. Kemi një Zot mbi kokë, paft ai dhe na dhënë ai çdo dënim dhe çdo të mirë që meritojmë në këtë jetë. Bëni mirë se do gjeni mirë o njerëz. Bëni çdo veprim me dëshirë të mirë, me zemër të mirë, se Zoti shikon veprimet dhe dëshirën e mirë që ju keni kundër çdo kujt personi. Prandaj të na i fali mëkatet nëse kemi bërë ndonjë mëkat, dhe të na begatoj dhe të na çoj drejt dritës, drejt rrugës dijes, drejt mirësisë, dhe t'i heqim këto negativitetet, likësitë e çfarë janë këto, se jeta është një për të gjithë, nuk do marrim asnjë gjë nga kjo jetë. Lum kush di të fali, lum kush di të eci përpara, lum kush di të mposhti negativitetin dhe të ngrej sërish pozitivitetin, që kështu falni. Falni për të mirën tuaj, falni që ju të jetoni në paqe dhe në qetësi, falni buzëqeshje, falni gabimet, falni ofendimet, sharjet e likësitë e tëra me radhë nga tek më e vogla tek më e madhe, faleni për veten tuaj. Po i them këto gjëra duke përfshirë edhe veten time brenda, se do unë nuk jam njeri perfekt, jam njeri si gjithë ju, gaboj, qaj, mësoj nga gabimet, gaboj sërish, sepse jeta kjo është. Rëndësishme është që në fund ditës ti t'jesh një njeri mirë dhe mos kesh kur munduar t'i bësh keq dikujt. Dhe për këtë gjë jam shumë koshente në jetën time dhe shumë krenare për veten time, se çfarë do qoftë që kam bërë në jetën time, që kur mbaj mend ekzistencën e Alketës e deri më sot, gjithmonë o Zoti i Madh jam munduar që të bëj mirë. Për këtë qoftë, edhe qoftë një buzëqeshje në rrugë dikujt, apo një përshëndetje, apo t'i ngrej një diçka dikujt që i ra, është një gest i mirë. Që kështu bëni mirë se na i vlerëson i madhi Zot. Dhe mos harroni një diçka. Kjo është për gjitha ju nëna që jeni të sprovuara në një mënyrë apo tjetër. Zoti sprovon ata që din ta mbajnë sprovën. Mos e harroni këtë gjë. Ne jemi të zgjedhur nga Zoti. Ne jemi një shembull që na shikojnë ata të tjerët që flasin, që hallet, kemi gjithë hallet, mos bëni kështu se njerëzve. Ne jemi që të japim pak tru dhe pak mend këtyre që se kanë idenë se çfarë do të thotë kesh hall. Nuk është hall të ketë fëmia temperaturë, nuk është hall të ketë fëmia grip, nuk është hall. Hall është kur ti e ke fëmijën në spital dhe doktorat të thonë shko në shtëpi se nesër do të themi nëse është në jetë apo jo. Ky është një hall. Prandaj disa njerëz aq konceptojnë, aq të vogël e kanë trurin, nuk munden më shumë, horizonti i tyre aq është, që kështu lërini të flasin, se në fund ditës ignorancën e vet tregojnë, kapacitetin e tyre tregojnë, juve ecni përpara dhe bëjni ball hallit që Zoti ju ka dhënë, se në fund të kësaj rrugtimi me shumë sprova, lulëzon dielli, ka një dritë në fund të tunelit që na pret. Prandaj duro, se mbas një stuhie del dielli. Prandaj unë kam kaluar shumë sprova, i di vetëm unë, lëkura ime, shpirti im dhe Zoti i Madh atje lart, dhe as që nuk ndalem fare ti përsëris dhe ti ritregoj sërish, sepse jam e bindur që gjithandej në për këto rrjete sociale do ketë ignoranta, do ketë të patru, të pa shpirt,
që veshin maska dhe hiqen si të përkryer, por rëndësi ka që ju ta njihni se kush jeni realisht, se kush ju vërtet jeni, dhe kur ju e njihni veten tuaj, e dashuroni veten tuaj, jeni të sigurt për veten tuaj, mos bëni që t'ju çajnë askush. Ecni përpara me kokën lart, siç edhe unë kam bërë. Prandaj vërtet kemi sprova në jetë, edhe do kemi, nuk mbarojnë këtu. Jeta është luftë, por ju mos u dorëzoni. Me krenari, me ndershmëri, me forcë, me rezistencë, mos u dorëzoni. Që kjo nuk do të thotë që s'do të qani, s'do të bërtisni, s'do të glorisni, s'do të kaloni në depresion, s'do të kaloni në stres, në ankth, të gjitha këto do t'i kaloni. Se po nuk kalovet këto, nuk e kuptoni realisht problemin që ju ka ndodhur. Vërtet gjitha këto, unë i kam provuar të gjitha këto. Unë e kam provuar çfarë do të thotë të flesh me një fëmijë kardiopatik, që nga një moment në moment mund të ishte, çdo moment mund të ishte rrezik, dhe që ankthi më hante shpirtin nga brenda dhe nuk dija çfarë të bëja. Unë e kam provuar këtë ndjesi. Prandaj nënë e dashur, nëse je këtu dhe po ngjon këtë video, bëu e fort, sepse Zoti të ka zgjedhur, të ka përzgjedhur që ti jesh shembull për shumë njerëz të tjerë, qoftë ata që të kanë pranë dhe qoftë ata që të kanë edhe të shikojnë nga larg. Bëu shembull se Zoti të ka përzgjedhur. Në momentin që Zoti të përzgjodhi, të takon ty të tregosh versionin më të mirë dhe që të bësh shembull i fëmijës tënd, familjes tënde edhe kush të rrethon. Këtë kam bërë edhe unë. Çfarë do bëjmë? Jo të gjithë na duan, jo të gjithë na pëlqejnë, fundites edhe ne nuk i duam, nuk i pëlqejnë, por ama e rëndësishme është që mos të shkojmë të shajmë, mos të ofendojmë, mos të prishim rehatin e ditës. A je Zoti më bë mirë? Me një buzëqeshje, me një përqafim. Nëse nuk je Zoti, thjesht largohu në heshtje, mos bëj keq, se ka Zot. Prandaj goca, unë fola pak zgjatë sot për këtë temë, duke qenë se është ditë e mbushur plot me pjesën e vaksinimit të Arlit, dhe dua t'i cek këto gjëra, që kështu unë jam Alketa, kjo, që shikoni ju, me të mirat dhe të këqijat e mia. Në fund ditës, shkoj në shtëpinë time dhe i marr bashkë me vete edhe të mirat dhe të këqijat e mia. Që kështu s'keni pse të shprehni vrerë as ju kundër mua dhe as unë kundër askujt. Sepse çdo kush i ka për vete. E gjobët? E gjobët. Okej. Ti ki tani se unë sa kam bërë rutinën. Kam vënë skincare-in, gjithin, kam vënë retinolin, vitaminën, kam vënë SPF50, nuk do vë asnjë gjë tjetër, sepse di që pastaj do qaj, e di jam e bindur. Prandaj, thjesht bëhuni njerëz të mirë, se do ikim nga kjo jetë o njerëz, të gjithë. Asnjë nuk është i përjetshëm. Prandaj, falni dashuri, bëhuni njerëz shembullor, falni. Edhe pse ju kanë sharë, edhe pse ju kanë ofenduar, edhe pse ju kanë thënë të një mitat, edhe në momentin më të vështirë të jetës tuaj, faleni. E di pse do ta falni, sepse thjesht ka treguar ignorancën dhe kapacitetin që ato kanë. Nuk të kanë bërë asnjë gjë ty. Ti ec përpara. Okej? Ika tani. Ma bëni halal këtë bisedën, por kisha nevojë ta flisja se jam çik në e kam këtu të qarë, por për type, se nuk dua që Arli të ndjejnë mamin e vetë të mërzitur, të stresuar, dhe pse unë jam shumë mërzitur, sa ta mbarojmë çik si procedurë. Arlin e kam gjën më pikën time më të dobët. Domethënë, Arli është butoni i fundit që duhet më preki në këtë jetë. Domethënë, jo. Edhe kur më preket Arli, nuk e di çfarë të them, domethënë. Edhe kur do ma marrin ato tani dhe do t'i bëjnë atë vaksinën, kështu ato imazhe kështu, por do shkoj çdo gjë mirë se ne kemi Zotin lart dhe i lutemi Zotit, Zot ndorën tënde tër jetën, o Zot amin. Të duam shumë, të qofshim fal, na i fal mëkatet, na fal mirësinë në shpirt, na i mbush shpirtin me dritë, me begati, që edhe ne të bëhemi njerëz të mirë dhe të jemi shembull për çdo që na rrethon. Amin o Zot.
kur Alketa është e agituar, që s'di qa bën, se sot, dërzova gjitha robët e Arlit të poshtë dhe po i palos. Mos më pyesni pse qysh apotek, por thjesht nuk më zë vëndje. Është thjesht një vaksin, e di. E di. Guarda com'è bello il muro qua. Guarda, c'è il Pinocchio, l'albero. Guarda. Chi c'è qua? Eroi mamit, campioni, bossi, Ciuni mamit. Ciuni c'è bravo. Vero babbo? C'è bravissimo Ciuni, c'avevi vetëm qik. Shiko qik si është këtu muri, jo më është të bukur e kam bërë murin këtu, c'è il Pinocchio. Që se ka undën këtë gjagji? Është se ka undën. Shiko e undën. Që se ka undën këtë gjagji? Dhe ja të regojnë datës. Se ka undën. Pinocchio, po vesht ku i ka kë? I shikon ti ku i kanë? Dhe shikojmë që këtë dy. Qo, shiko të muri. Shiko që të. Shiko që këtë. Mbaruam, dhe një shtëpi. Sa po erdhëm në shtëpi, njerëz, dhe Arlesh atje, nuk qapi shumë Çoni, qit. Ishte bravo, i fort. Si stato bravo? Mamma è Superman. Je treguar si Superman Çoni. Mami, recite. Thoj një qik bimbave që do bëjnë gjylperën, beunit fort, thaj. Ndes mami, po thoj qik bimbave që mos qani, thoj beunit fort si Superman. Mos bëj Çani Superman. Dhe kështu? Po i thot bimbove mos qani beuni Supermana kur bëni vaksinën si Arli. Se Arli qëndrovi bravo, qik qavi, qik. No shumë. Atyre guys, duke qenë se u vonuam tek vaksina Arlit, Marilda në kam lënë tajnë drek, se pastaj do shkojnë punë, ka diku tek një orë ca punë mas dite, dhe po shkoj ta marruna Marilisin, që Marilda tajnë buke qetë. Dhe mi që në ka zgjidhur atletja, ta një gjëndaloj që këtë atletët dhe jetë marrë gocën. Kam vesh dhe këtë gjypin e kuq që është i mami tim, edhe... Por do t'i që më pëlqej ka këmë mua, do ja mbaj mami të fare, unë këtë son s'kam gjyp të kuq. Më rrinë mirë, Gjepat janë atje në fund botës. Jemi para shkollës së Marilis. Mora Marilisin, Arli po shikon kukot, ta kontrolloj për temperaturë më vonë. Aty e kam përpis se kanë lozur me pongo. Edhe unë jam duke ju gatuar të dyve mish edhe makarona. Gja hëngrë një pjato, po thanë që duam prap. Dhe do t'ju bëj tjetër. Edhe kështu.